Pas ditëve të gjata, me lutje agjerim, erdhi dita e bardhë, soli shprese shërim. Hëna e rena lajmëroj, festa po afron, zemra plot me mirësi, gëzimi na bashkon. Uroj që kjo fest e bekuar t'ju sjell pace, lumturi dhe begati në familje tuaja, Allahu i pranov t'agjerimi, lutje dhe vepra tuaja të mira, dhe ju ambush zemrat me dashuri, shpresë dhe mirësi le të ndajnë gëzimin e Bajramit, me të afërmit dhe me ata që kanë nevoj, duke për hapur buzëqeshje dhe ngrohtësi. Trajeza plot me t'mira, familja rreth e qak, fëmijët me sy plot shkëlqim, vrapojnë për pak. Një fjale ngrot për mikun, ndih për nevojtarin, kjo është esenca e vërtet, shpirti i Bajramit. Uroj që kjo fest e bekuar t'ju sjell pace, lumturi dhe begati në familje tuaja, Allahu i pranov t'agjerimi, lutje dhe vepra tuaja të mira, dhe ju ambush zemrat me dashuri, shpresë dhe mirësi le të ndajmë gëzimin e Bajramit, me të afërmit dhe me ata që kanë nevoj, duke për hapur buzëqeshje dhe ngrohtësi. Le të mbetet kjo paqe në çdo ditë që vjen, dashuria që ndajmë sot kur mos u tretën, me besim e shpresën Zot ecim përpara, gjithmonë të bashkuar si një familje e madhe. Dëgjoni gëzuar Bajramin, vetëm në Radio Shqip.